Qeveria njoftoi reformën e pensioneve. 75.000 pensionistë nuk përfitojnë kompensim këtë vit. Shumë pensionistë janë surprizuar këtë janar teksa pensioni i tyre nuk kishte pësuar ndryshim, edhe pse qeveria njoftoi se 2026 është viti i reformës së pensioneve. Institucionet publike kanë artikuluar vetëm masën e rritjes për kategoritë përkatëse, por vendimi i zbardhur i qeverisë parashikon kufizim dhe përjashtime. Nga mediat është mësuar se sipas këtyre kufizimeve dhe tavanëve të vendosur, rreth 85.000 pensionistë nuk përfitojnë asnjë lek nga kompensimi. Teuta Nunaj, eksperte ekonomist, gjatë një interviste sqaroi se edhe ata që përfitojnë, nëse janë pranë tavanëve të caktuar, do të marrin një shumë minimaliste. Për pensionin e pleqërisë të plot urban, tavani ka qenë 400.000 lekë. Kjo do të thotë se nëse masa e pensionit kalon këtë kufi, pensionisti nuk përfiton. Por edhe nëse masa e pensionit të plot urban është 39.000 lekë, masa e kompensimit është vetëm 1.000 lekë. Pra nuk përfitohet i plot 18.000 lekë, si kundër parashikon vendimi. E njëjta metodologji është zbatuar edhe për pensionet urbane të pjesshme, ku tavani ishte 22.000 lekë i përcaktuar. Për pensionet rurale dhe familjare, tavani ka qenë 18.000 lekë, ndërsa për personat e invaliditetit tavani ka qenë 30.000 lekë. Kush e ka pensionin në këto kufi, masa e rritjes do të jetë minimale dhe s'duhet i kaloj këto tavane, tha Nunaj. Si pas ekspertëve, kjo skem krijon një pabarazi, pasi krijon dy grupe, ata që përfitojnë dhe ata që përjashtohen. Me këtë skem që po aplikohet, unë nuk do ta quaj arritje të pensionit, madje as një bonus të ndarë në 12 muaj. Kjo skem quhet kompensim. Pra nuk rrit masën e pensionit, por rrit shtesat. Kjo do të thotë që këto shtesa nuk do të jenë pjesë e përllogaritjes së indeksimit, tha Nunaj. Nëse reforma e pensionit vijoi me të njëjtën metodologji edhe në vitet pasuese, sërish mira prej pensionistëve do të mbeten të përjashtuar.